me thënë drejtën, ne ju kemi parë dhe kryetar partie, që besoj që dështuat, nuk e di për çfarë arsye, ju kemi parë dhe kryetar bashkie. Po bëni konsiderata gjithë kohës. Që del dhe bën tallavan, edhe ai e pranon që 2021 ishte viti i demokratëve. Sot, nuk e them vetëm unë, e thot edhe Spaku, që zgjedhjet e 2021 u vodhën. Atëherë që dalim tek Spaku. Një moment, vetëm, sepse unë këtë mundësi kam, s'ka mundësi. Jurgis Qyrbja është sot në burg, përveç tjerave, sepse me bandat e Durrësit vodhën vota për Edi Ramën, deputet e më pas kryeministër. Votat janë vjedhë çdo Lëre, mos më relativizo mua këtë. Pra, është e lehtë të hedhësh një akuzë, nuk është e vërtet. Me gjithë rangallat që kisha mbi shpinë, me gjithë Ilir Metën pazar me Edi Ramën për të marrë mandatin e dytë si president, prandaj su fut koalicion, me gjithë Jozefinat me shok, që sot i ka marrë prapë Sali Berisha në punë. Analizën e fakteve e kuptojnë që jo vetëm s'kam dështuar, po kam bërë mrekullira 2021 duke pas parasysh. Jurgis Qyrbet që s'ishin vetëm Durrës, po kudo në Shqipëri, tani ka kapur Spaku dhe i ka treguar që vodhën votat, vodhën fitoren e demokratëve. Makinacionet e këtyre me Jozefinën me shok që gjithë dolën të paguar nga Edi Rama për të hequr votat demokratëve, Ilir Metën që deshet t'i apo ta përsërisë, që nuk bëri koalicion sepse shpresonte pazarin me Edi Rama për të marrë mandatin e dytë si president, e gjithë, se nuk është një kënet. Kollaj ti thush Sali Berishës kënet sot. Këneta më e madhe në Shqipëri është Edi Rama. 12 vjet nuk lëviz. E di pse u referova kryetarit bashki, kryetarit Partisë Demokratike që dështuat për shkak të krimit në familje që ndodhi në datën 8 janar. Dhe të gjithë proceset e timor që nisi, e si u Ska lidhje fare. Po blindimi i dyerve brenda përdorës. Janë të gjitha pasoja të aleancës të Edi Ramës me Sali Berishën. Unë nuk e di nëse ju keni informacion që zgjedhjet këtë vit mund të jenë dhe në pikpyetja. Dhe mbase futja jote në lojën e TikTokut dhe në këtë humorin Facebook me gjëra fjala, se s'kam TikTok fare. Facebook dhe Instagram. Që t'i orientoj pak të faqa. Okej, në rregull. Në Facebookun tënd dhe në Instagramin tënd, por në TikTokun edhe zotit Rama. Ju keni informacione dhe fakti, mos është kjo një strategji juaj për të futur kështu bukur, me humor, me përgjigje, me lojra, duke deri diku duke u përshtatur dhe lojës dhe ironisë që bën zoti Rama me ju. Dhe e dyta, do të ndryshoni ju qëndrim nëse Spaku ju thret për 21 janarin? E para punës, kjo është një pyetje të cilës janë përgjigjur të paktën 120 herë. Doni të përgjigjem 121 herë, i përgjigjem. Unë jam në dispozicion të drejtësisë dhe të Spakut për çfarëdo gjë. Dhe të mendosh që një njeri që pretendon të sjellë kulturën perëndimore në raport me shtetin, qeverinë dhe veçanërisht drejtsinë, do të thotë unë ju them, bëni si them unë, po mos bëni si bëj unë, kjo është çmenduri. Çdo politikan duhet të jetë 100% në fal një sekondë. Le ta mbaroj tani. Po jo, praktika ka treguar që deri në momentet që s'ka shkelur në dyert e Spakut janë treguar gjithë mirë me Spakun. Në momentin që kanë hyrë aty dhe kanë dalë të prishur në fytyrë, pastaj Spaku ka dalë. Po ndryshimi im me ta është që ata janë hajdut, të korruptuar, të inkriminuar, më le të mbaroj një përgjigje. Ta mbaroj tani, mos bëri bisedë tani. Oh, tash. Okej, vazhdo. Ti marrim një nga një. Po, për 21 janarin. Për çdo gjë, edhe për 21 janarin që ky e ka marrë, atë që i thoshte grupi Zjarrit dhe sot e ka kandidat për deputet, pasi e mbajti kryetar bashkie dhe kryetar të PS-s. Po. Edi Rama kanë fjalën, jo Sali Berisha. Po, e di. Okej? Për çdo gjë, sepse këta kanë ngritur kultin që bullizojnë prokurorët dhe gjyqtarët, ndërsa unë jam 100% si qytetar, rreth parë, dhe si politikan në shërbim të drejtësisë